20 qendra të reja pritje për emigrantët e palishëm do të ndërtohen në Shqipëri, të shpërndara në 3 qarqet kryesore të vendit, Korçë, Gjirokastër dhe Vlorë. Këto qendra të reja pritet të ngrihen përgjatë periudhës së 2026-2028 dhe parashikohet të akomodojnë emigrantë që kryesisht vijnë nga vende të pasigurta apo në krizë si Afganistani, Pakistani, Irani, Siria, Libani apo Gaza, të cilët përdorin Shqipërinë si një vend kalimi tranzit me destinacion final vendet e Bashkimit Evropian. Në dokumentin e depozituar tashmë në Kuvend për planin kombëtar për flukset e përzjera migratore për 3 vitet në vijim, parashikohet që qendrat pritëse të jenë me kapacitet nga 100 deri në mbi 400 shtetër dhe synojnë të ofrojnë akomodim të menjëhershëm të emigrantëve në kushte emergjente apo për të përballur me flukset e papritura migratore. Për ngritjen e këtyre qendrave do të shfrytëzohet infrastruktura ekzistuese publike, hapësirat e braktisura ose troje të lira. Vlora pritet të kthehet në një nga qendrat kryesore të pritjes së emigrantëve, me hapësira të dedikuara në konviktet e qytetës së studentit, si dhe të shkollës industriale, po ashtu edhe në objekte që mund të përshtaten siç është Pallati i Sportit Flamurtari, Shkolla e Marinës dhe zyrat e njësisë administrative Novosel me kapacitete deri në 300 shtetër. Fshati Peshkpinës Elenis ofron po ashtu një terren me kapacitet deri në 250 persona. Në Bashkinë Delvin dhe Himar janë identifikuar stadiumet e qytetit dhe ambientet e shkollave publike, ndërsa Bashkia e Konispolit do të vendosë në dispozicion 3 shkolla dhe qendra komunitare në Mursi, që ofrojnë një kapacitet total prej rreth 410 personash.